nderuar udhëheqësi, të nderuar studiues, të pranishëm, më lejoni që të fillim që përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame, paqja, mëshira dhe begatit e Zotit qofshin mbi të gjithë ju. Temën të cilën do ta prezantoj para jush titullohet Vakëfet me të ardha fitimprurse në Gostivar dhe rrethin. Ky punim që paraqes para jush shtron kërkesën për nënumtimin më të thuktë për vakëfet dhe kontributin e tyre në jetën kulturore, fetar-arsimore, duke mbështetur në materiale të hulumtuara arkivore, në literaturën e botuar dhe të pabotuar, revista, gazeta që përmes këtyre fakteve të përshkruaj pozitën e vakëfeve me të ardha fitimprurse në Gostivar dhe rrethin. Sa u përket pronave vakëfore, qofshin ato vakëfe me karakter fetar apo vakëfe me karakter profan, Republika e Maqedonisë së Veriut, thënë figurativisht, i ngjan një kopshti përplot me prona të ndryshme vakëfore, të periudhave të sistemeve të ndryshme e duke filluar nga periudha e Perandrysë Osmane në këto anë, po ashtu edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ashtu si që janë edhe shumë vende të tjera të gadishullit ballkanik, të cilat janë qeverisur nga pushteti i Perandrysë Osmane. Me pushtimet osmanlive të këtyre trojeve, ka fundi i shekullit të 14, zhvillimi i pronave dhe objekteve vakëfore mori hof të madh në të gjitha sferat të jetës shoqërore. Pra një zhvillim i tillë u arrit edhe në sferën e pronave dhe objekteve vakëfore dhe si rezultat i kësaj trashëgimie vakëfore nga periudha osmane është shumë e pasur me objekte fetare, profane si xhami, mesxhide, teqe, hamame, dyqane, bezistane, hane, shatërvane, karavansaraj, ura, çeshma dhe objekte tjera të cilat ngrihen me një formë të zakonshme arkitektonike dhe të bukur, do të ngrihen objekte me ndërtim specifik oriental të cilat do të zhvillohen me një qëndrim të kulturës arkitektonike orientale dhe traditës ndërtimore vendase. Por objektet dhe pronat e vakëfit të periudhës së Perandrysë Osmane në Republikën e Maqedonisë së Veriut deri më tani është shkruar shumë pak në gjuhën shqipe. Apo lirisht mund të themi se kohëve të fundit është duke u bërë dhe theksuar një fokus me disa hulumtues të cilat me vullnet po përkthejnë në gjuhë nga ajo osmanlishte dhe në gjuhë të tjera në gjuhën shqipe. Ajo që ka të bëjë me hulumtimet e kohës më të re në relacionin në historinë dhe kulturën e mëhershme orientale islame është shumë pak e përfaqësuar në literaturën shkencore. Një kontribut të rëndësishëm për hulumtimin dhe shqyrtimin e pronave dhe objekteve vakëfore në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të na ofron Glisha Elezović, Mehmet Begović, Hasan Kaleshi, Kemal Aruqi, Ekrem Hakjajverdi, Metodia Sokolovski, Aleksandr Matkosi. Në mesin e këtyre hulumtuesve do të gjejmë edhe njerëz të veçantë të cilët japin një kontribut me pronat dhe objektet vakëfore, duke hulumtuar për t'i gjetur monumentet e ndryshme dhe pronat vakëfore është Ahmet Sherif dhe Taxhedin Bislimi, të cilët punuan pikrisht për informacionet e tyre të pakrahasueshme për çdo pronë dhe objekt vakëfor në hapësirat e Republikës së Maqedonisë së Veriut në trashëgim nga trashëgimia e periudhave osmane deri në ditët tona. Duke mbështetur në këto dokumente, në veçanti në literaturën të cilën e kam përdorur gjatë punimit të temës dhe të literaturën e përdorur në këtë punim, do të paraqes shkurtimisht një pasqyrë të objekteve dhe pronave vakëfore fitimprurse në qytetin e Gostivarit me rrethin dhe atë, duke e ditur se këto prona vakëfore, të cilat faktikisht studiuesit e ndryshëm i ndajnë në prona fitimprurse dhe jo fitimprurse, faktikisht sa përket pronave jo fitimprurse, disa nga dietarët islam kanë qenë edhe kundra të
e vakëfimit të këtyre objekteve, por duke mbështetur nga diturit apo parimet e vete Buanifes, këto prona janë të lejuara, si zakonisht pronat të cilët do të mirëmbajnë në vazhdimësi pronat vakëfore jo fitimpruse. Për atë unë apo temën të cilën do të prezentoj, është ajo në të cilën do të mbështetem në objektet fitimpruse, në atë dyqanet apo lokalet të dhënëra me qira, shtëpit, banesat, gjithashtu të dhëna me qira, tokat fitimpruse të dhëna me qira, të cilat janë edhe objekt i këtij studimi. Në hyrje të këtij punimi kam ofruar të dhëna të shkurta mbi historikun e qytetit të Gostivarit, ngritjen dhe zhvillimin e tij kulturor gjatë historisë dhe atë duke përqendruar me Savion. Historiku i Gostivarit, Gostivari gjatë periudhës së Perandrisë Osmane, Gostivari gjatë ditëve tona. Në pjesën e parë të këtij punimi kam ofruar të dhëna të shkurta mbi ndikimin dhe zhvillimin e kulturës fetare orientale, ngritjen dhe zhvillimin e saj në qytetin e Gostivarit, ngritjen dhe zhvillimin e saj në jetën kulturore dhe atë. Duke u përqendruar në jeta fetare në Gostivar dhe rrethin dhe muftinia e Bashkësisë Fetare Islame e Gostivarit. Në pjesën e ditë të këtij punimi kam ofruar të dhëna të shkurta mbi organizimin dhe menaxhimin e vakëfeve, ku do të përqendrohem në vakëfet e dhënura me qira dhe atë. Vakëfet e dhënura me qira të përkohshme, vakëfet me qira të përkohshme edhe të dhëna me marrëveshje, vakëfet parciale dhe vakëfet me qira të difishme. Në pjesën e tretë të këtij punimi kam ofruar të dhëna të shkurta mbi nacionalizimin e pronave vakëfore dhe ligjet për denacionalizimin dhe atë duke u përqendruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në titujt nacionalizimi, ekspropërimi dhe uzurpimi i pronave vakëfore, kërkesat e Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut për rikthimin e pronave vakëfore, të filluara që nga pavarësimi i vetë shtetit të Maqedonisë dhe vazhdojnë deri në ditët tona, të cilat vazhdimisht hasin në aspekte kundërshtues nga organet administrative të shtetit, për të cilat edhe Bashkia Islame permanent është në konkurrencë për rikthimin e pronave vakëfore, dhe ligji për denacionalizimin në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili ligj do të filloj që të aprovohet apo të sillet qish në vitin 1998, duke vazhduar deri në vitin 2015, por ende i pakënaqur nga organet e Bashkisë Islame, i cili nuk mbush ende kërkesat e saj. Në pjesën e 4 të këtij punimi kam ofruar të dhëna të shkurta mbi pronat vakëfore fitimpruse në Gostivar me rrethin, duke përqendruar në objektet afariste dhe banesore, fitimpruse dhe tokat e dhënura me qira dhe atë. Objektet fitimpruse në qytetin e Gostivarit. Në qytetin e Gostivarit, me vështirësi të periudhave të ndryshme, do të përqendrojë dhe do të mbeten dyqanet të ashtu quajtura e xhamisë së Juris, apo ndryshe në popullatën tonë të njohura si pazari i Gjizës, i cili në vete përmban 27 dyqane, por pa xhamin. Gjithashtu në pronën e muftinisë Bashkisë Islame të Gostivarit janë 5 objekte afariste dhe 3 objekte banesore, të cilat faktikisht shfrytëzon muftinia e Bashkisë, dhe gjithashtu është qendra apo parku i muftinisë, parkingu i muftinisë Bashkisë Islame, të cilat në fakt Bashkia Islame për të gjithë këto objekte posedon edhe pronat vakëfora, apo posedon pronat e katastarit, të cilat faktikisht i kam sjellur si argumente sot në këtë konferencë. Për atë sa i përket të ardhurave të përgjithshme në konsultim me operativën e muftinisë, thanë se kretë këto të ardhura, apo të cilat faktikisht janë fitimprurse për vetë muftininë, përmbajnë medresen Isabeu, apo shfrytëzojnë për paralelen e vajzave në Gostivar.
Sa përket objekteve fitimprurëse në rrethinën e Gosivarit, edhe agje do të qenë disa dyqane të cilat disa nga xhamit në suaza të ndërtimit të mektepit kanë paraqitur edhe lokale afariste, të cilat gjithashtu ato lokale apo ato të ardhur nga ato lokale përmbajnë mirëmbajtjen e xhamisë dhe të dhënave të tjera rreth xhamisë. Duke filluar që nga fshati Çegran, xhamia Loke, një dyqan. Në fshatin Forinë, faktikisht në mesin e fshatit gjendet mektepi, I cili në pronësinë e tyre ka 4 dyqane të dhënura me qira, të cilat gjitha ato dyqane shfryzohen për të gjithë xhamit e fshatit Forinë. Në fshatin mundohet si edhe pak do të përfundoj. Kështu që faktikisht mos cekim të gjithë dyqanet të cilat faktikisht ekzistojnë në pronësi të muftinisë dhe të xhamive të rrethit të Gosivarit, faktikisht janë dyqane apo vakëfe të cilat sjellin një fitim vetë institucioneve të Bashkisë Islame dhe xhamive. Për atë se përket aspektit të përgjithshëm të cilën në fakt do të mundohem që ta rumbullakoj apo ta përfundojmë, fakt pronat vakafore dhe vakëfet, rritjen e saj të madhe e kanë arritur në gjatë shekuve 15-16 një ngritje objektive apo të objekteve të ndryshme fetare, siç thekëm edhe në fillim, mezgjide, xhami, teqe dhe shumë objekte të tjera të aspektit të cilët na I quhen fitimprurëse, qofshin ato dyqane apo bujtina, apo objekte sociale, administrative, publike dhe kështu me radhë. Për atë se përket pronës së vakëfit, permanent, jo vetëm në Maqedoni apo në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por në të gjitha vendet ballkanike, sidomos pas përfundimit të sundimit osman në këto anë, si zakonisht vitit 1912 në Maqedoninë e Veriut, për të cilën do shohim se rezistenca, apo faktikisht shkatrimi dhe uzurpimi ka qenë permanent në vazhdimsi, pa marrë parasysh a do tjetë sundimi I SKS-s, apo do tjetë Mbretëria Jugoslave, më vonë që kemi Republikën apo Federale të Jugosllavisë, për të cilën edhe sot duke menduar se jetojmë në një kohë në të cilën aspekti I lirive dhe demokracisë është në nivele, po përsëri në vazhdimsi në Republikën e Maqedonisë është duke u ballavaquar Bashkia Islame me përpjekësi të ndryshme, të cilat faktikisht nuk ja mundsojnë kthimin e pronave vakëfore, siç e dini që edhe një numër të xhamive ende sot e kësaj dite organet të ndryshme shtetërore I shfryzojnë për si pronat të dhëte, qofshin ato magazina, qofshin të formave të ndryshme, për të cilën mos flasim për objekte tjera, si toka, apo dyqane, apo bezistene dhe kështu me radhë. Për atë, sa I përket aspektit të përgjithshëm apo përfundimit të kësaj teme për këtë të dhëna të ofruara, në këtë punim shkencor të prezantuara në këtë konferencë, falenderoj të gjithë ata që kontribuan në këtë temë, me theks të veçantë falenderoj personelin administrativ të muftinisë Gosivarit, në udhëheqjen e muftiut të nderuar Safalludin Zendelit, që më ofruan të dhëna administrative rreth procedura të rikthimit të pronave vakëfore dhe vakëfeve fitimprurëse aktuale që posëdon Muftinia e Bashkisë Islame e Gosivarit me rrethin, dhe në fund dua t'i falenderoj apo falenderimet e mia organizatorit Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame në Prishtinë, në krye me udhëheqjen e saj Sabri Bagorën, e në veçanti Bashkinë Islame në Republikën e Maqedonisë të Kosovës, kryeministriut Haxhinej Efendi Tarnavës, që e mundsoi dhe financoi këtë konferencë shkencore dhe unë mësua neve si studiues të prezantojmë punimet tona shkencore. Ju falenderit përzemërsisht, vetëm me tekst mos më keq kuptoni, që kjo është e ashtu quajtura Xhamia e Jurisë, faktikisht një ndër vakëfet e para në qytetin e Gosivarit, me të cilën shqiptoni për rreth dyqanet ekzistojnë, kurse në brendësi të kësaj, apo që shifet xhamia nuk ekziston më, faktikisht është shkatruar, dhe xhamia tjetër në qendër të qytetit, edhe ajo nuk ekziston, ka një fotografi shumë bukur I paraqet, por unë nuk e
pata rast ta morë fotografi, e cila shihen të dy xhamit në qendër të Kosovërit, as njëra dhe tjetra nuk ekziston. Faktikisht shifet vetë fakti se si është shkatruar dhe demoluar apo në një formë një zhdukur objektet fetare. Këto janë pronat apo them listat e kadastarit, të cilat Muftinia e Bashkisë Islame e Kosovërit i posedon për çdo një vakuf të cilën faktikisht aktualisht është frizat. Ju falenderit. Faleminderit profesor.